Në Lezhë, nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Beslidhja kanë treguar se edukimi mjedisor nuk mbetet vetëm në libra. Së bashku me mësuesit dhe ndihmën e prindërve, ata kanë ndërmarrë një nisëm konkrete për gjelbërimin e qytetit, duke mbjellë pemë dekorative pranë memorialit të heroit kombëtar. Nisma synon të përcjellë një mesazh sensibilizues për komunitetin, se mbrojtja e mjedisit është një përgjegjësi e përbashkët, edhe se ndryshimi nis nga veprimet e vogla por të qëndrueshme. Për vetë nxënësit, kontakti drejt për drejt me natyrën dhe angazhimi praktik janë mënyra më e mirë për të kuptuar problematikat mjedisore dhe për të marrë përgjegjësi që në moshë të vogël. Shpesh mendojmë se vetëm njerëzit flasin, por në të vërtetë edhe mjedisi ka gjuhën e saj. Mjedisi flet, por jo me fjalë. Mjedisi flet nga ari i ndotur, ujë i papastër dhe pyetje që po zhduken dita ditës. Sot, shkolla jonë po vepron për ta mbrojtur mjedisin. Me veprat tona ne japim zë atij. Synimi i këtij aktiviteti është ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me problemet mjedisore dhe gjelbërimi i komunitetit me anë të punës vullnetare. Siç e shihni, ambienti që jemi përzgjedhur për këtë aktivitet është vendvarrimi i Skënderbeut. Kjo zonë ka vlera historike dhe kulturore dhe frekuentohet shpesh nga shumë vendas dhe të huaj. Aktiviteti jon vetëm sa i shton vlerës së këtij monumenti. Drejtoresha e shkollës Anisa Liçi dhe kryetarja e bordit të prindërve Julieta Shema theksuan se aktivitete të tilla shërbejnë jo vetëm për gjelbërimin e hapësirave publike, por edhe për formimin qytetar të brezit të ri. Një aktivitet që konsiston në mbjelljen e 20 fidanëve, që në fillim ne kërkuam bashkëpunimin e Bashkisë për sigurimin e një parcele dhe na u sigurua kjo parcelë pra një pikë strategjike me vlera të mëdha kulturore dhe historike siç është vendvarrimi i Skënderbeut. Më shumë se sa një mbjellje fidanësh, ky është një aktivitet që përçon vlera përgjegjësie dhe edukimi. Edukimi për mjedisin nuk bëhet vetëm në libra, por edhe në veprimeve të tilla konkrete. Të gjithë e dimë që kush mbjell një pemë nuk thotë se thjesht mbjell fidan dhe pemë, po mbjell të ardhmen. Dhe kjo tregon që dhënësit me këtë duan të tregojnë që ndryshimi vjen nga ne, për të qenë shumë më të përgjegjshëm dhe shumë më të kujdesshëm ndaj natyrës dhe ndaj të ardhmes. Kështu që uroj dhe shpresoj që të kemi sa më shumë nisma të këtilla nga shkolla e Beslidhja dhe të merret shembull nga të gjithë shkollat e tjera për të kontribuar në qytetin tonë që të kemi një qytet sa më të pastër, me një ambient dhe me një të ardhme më të mirë. Shkolla Beslidhja në kuadër të bashkëpunimit me prindër organizon një aktivitet të ideuar nga nxënës dhe mësues të shkollës Beslidhja. Përmes kësaj nisme, shkolla nëntëvjeçare Beslidhja synon të kthejë edukimin mjedisor në një praktikë të vazhdueshme dhe të nxjisë edhe shkolla të tjera që të ndjekin të njëjtin shembull.